Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Ritakohemi në këtë ditë të enjte me Kati në kuzhinë, që është e zënë, është me punët e veta. Po, si kam dhënë shumë rëndësi sot, sepse je bërë një barbie e vërtet. Faleminderit shumë. Jam shumë mirë, të shkojnë shumë këto ngjyra. Po thonim që jemi kombinuar sot me përparsen tënde. Unë i thash Katit dhe me studio dhe Kati më tha po, edhe me majdanozin që e po një jeshilloj që të do gatuajmë sot. Jemi në jeshile. Si e sot? Po mirë, ja kështu. Mirëmëngjes të dashuran Visa, do t'ju uroj dhe juve një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te këndi Joni Gatimit për të filluar me recetat që do përcjellim për juve sot. Siç e shikoni, po bëj gati edhe tavën që më duhet për të bërë ca bukë të vogla sot. Jemi futur mirë me këto punët e bukëve neve këtej dhe sigurisht janë, si thua, mendoj që edhe për juve duhet të jenë, pse jo, do me thënë një zgjidhje për të bërë për fëmijët tuaj, do me thënë që t'i marrim me vete në shkollë, sepse këto lloj bukë të vogla do të bëjnë shumë të mira, edhe janë të mira për të marrë edhe me vete në shkollë, po jo vetëm, edhe në shtëpi për t'i konsumuar, pse jo. Nëse të projnë, se bëhen aq të mira, aq të shishme, aq të buta, aq të shkrifta, sa që jam e sigurt që mbarojnë pa u ftohur ende. Dhe mënyra sot do ta bëj ndryshe, do me thënë se gjithmonë bëjmë bukë, po jo gjithmonë një lloj. Do me thënë baza është mielli, është majaja, është pak sheqer edhe krip, por ndërkohë shtojmë ndonjë gjalp, shtojmë ndonjë çik qumësh, do me thënë që t'i bëjmë pak si më ndryshe. Edhe sot unë do t'i bëj bukë të vogla, të cilat këto do t'u hedh, do të shikoni si do t'i hedhim dhe do fillojmë me njëherë, sepse edhe brumin këtu, siç e shikoni, e kam bërë gati, gjysmore, nuk do më shumë, do me thënë që të mëri, të rrisë shumë vëllimin, është mjaftueshëm. Për gjysmore është Po, e kam gati, Anila, sepse nuk do të lësh shumë kohë për të më bërë. Shefe, kam të erën e brumit, erën e majas, çfarë është kjo? E shiko, e brumi. Aromë karakteristike për mua më pëlqen, është aroma e ku futen në furrën e bukës, për shembull, që vjen era e bukës. Edhe nena vjen era e bukës tu tani, e shikon, e ulim dhe kemi gati për të filluar, për të përgatitur. Shiko, këtu e kam me gjalp, doli gjalpi, pjesa e gjalpit. Edhe ta heqim këtë fare drasën. Me gjithë drasë, apo të duhet edhe tasti? Jo, hiqi të dy, Anila. Që të fillojmë me njerë dhe të fillojmë ta përfundojmë. Tani e i drasë e doja unë për punën e djathit, po s'ka gjë djathit. E do, ta sjell pranë? Jo, s'ka gjë se do ta coptoj kështu. Nuk ka nevojë. Si të dëshirosh ti. Atëherë, brumin si që ndodh shpesh kur gatuajmë bukë, më duket sikur e them shumë shpesh këtë gjën, po më duhet ta rikujtoj, se ndoshta ju na shihni me një brum gati që fillon me një herë puna dhe thoni, okay, po ky brumi si u bë. Ne e tregojmë në pjesën e dytë, pra mbarojmë mirë gjërat e rëndësishme, punojmë brumin, e vendosim për të pjekur dhe pastaj në ato minutat e fundit ku na tepron kohë, përgatisim brumin që t'ja u tregojmë edhe mënyrën se si ai do të përgatitet. Natyrisht që e kemi edhe në recetë dhe kur ta shfaqim do të shikoni edhe se sa janë gramaturat për kacë që janë përdorur për realizimin e brumit sot. Mielli që kemi zgjedhur është për çdo përdorim, por mund të përdorin edhe këtë mielin e picave. Ndaj të pyetja se e pash që e kisha afër, prandaj dhe kam bajtur një miksim ose miksim ose do me thënë edhe njërën edhe tjetërën. Tani bukës shiko si bëjnë, kështu të vogla. I palosim nga brënda, kështu, dhe pastaj bëjmë në këtë mënyrë. Dhe vendosim këtu, pastaj të tregoj, do t'i vendosim rreth e rrotull në tavë. Okej. Do t'na bëhet ajo buka si lule? Si lule, po do t'i bëjmë me 2 shtresa. Me 2 shtresa? Po. Edhe piqet? Po, piqet dhe bëjnë shumë të mira. Prit në qikë se më duke qikë si madhë këj. Pra duhet të përpiqemi të bëjmë të gjitha topsat e vegjël në mënyrë sepse dhe do të rrisin volumin këto në momentin që do ashtu. Mund të thuash, Anila, por ja, themi dhe këtë, ndërkohë që unë po bëj të dashuran Visa po përgatis të bukët, do t'ju them që përveç se bukëve ne sot do të bëjmë këto speca, unë kam përzgjedhur këto të kuqet, të cilat do t'i mbushim, do t'i bëjmë, si thuash, një bazë domate, që do të një shtres domate, do të vendoset në fund të tavës, domate të grirë në rende, të cilën do të hedh krip piper, do t'i hedhim në një thelp i hudhër, majdanoz brenda ose në energjik se dhe në energjiku i shkon. Dhe më mbrapa pastaj do të bëjmë mbushjen e këtyre specave, të cilat specat do t'i mbushim me mix djathra shtemun, pra djathra gjithmonë mendojmë për ato që neve kemi në shtëpi. Mund kemi pak djath kaçkavall, mund kemi pak giz, mund kemi pak nga ky djath i bardhë. Me thënë çfarë lloj djathi neve mund kemi në shtëpi, mund të bëjmë një përzierje, duke shtuar brenda akoma edhe një domate të prerë në kubik të vegjël, pak majdanoz, krip piper edhe
energjik, ndonjë erës tjetër që ju pëlqen, rigon pa tjetër, dhe me këto bëjmë mbushjen e specave. I mbushim, i vendosim dhe tava që më përpara kemi vendosur tomatin të grill në rende, dhe në furr, dhe bëhet një, si thuash, bëhen specat të cilat janë shumë të shishme. Po, ndërkohë ne këtu kemi edhe spinaq. Spinaq të cilin do ta bëjmë me mëlçi pule. E pra, kemi dhe mëlçi. Nuk e keni iden të dashur anvisa se sa gatimi mirë bëhet, por jo vetëm, do të kemi spinaq, do të kemi qep të njoma, do të kemi kopër majdanoz, do të kemi mix erzash atje që kam, që nga piperi kuq, mix erzash, piper të zi, pak hudhër, që mund të hedhim tjetër. Erzat të ndryshme që keni, e rëndësishme është që të kemi këto pjesën, dhe le të mbaj edhe një pjesë, duke të bërë edhe i thënë. Dhe pa tjetër që do të kemi cipën lëngun e limonit ose dhe të portokales. Por mënyra se si unë do t'i bëj këto mëlçi, do të shikoni edhe dy lugoriz, sepse kemi haruar dhe orizin. Do të vendosim edhe dy lugoriz dhe do të bëhen shumë të mira. Shumë mirë. Dhe sa i thamë, neve plot. Parlosim edhe këtë. Dhe të shojmë pak mënyrën se si do t'i vendosim në tavë, me qënë se do t'a bën kemi tani e kemi gati, do të thëmë për t'i vendosur në tavë. Nuk ka rëndësi sa na dalin apo i numrove? Jo, nuk ka rëndësi. Buk të vogla të jenë dhe nuk ka rëndësi se sa na dalin. Neve e kemi të pastër këtë tryezën tonë këtu, s'ka nevoj që të është. Ja, bëjmë këtë shtresën e parë. Dhe tani do të hedhim ullinj. Dhe ato kur të bashkojnë do bashkojnë me njëra tjetër, do kene edhe bashkimin e ullinjve. Interesant. Do t'i hedhim ullinj edhe le të marrim këtu tani djathin. Buk me djathë dhe ullinj. Pra nga ato bukët që nuk ka nevoj... Se kisha hapur unë ta prisja, po s'ka problem, se edhe kështu është e njëjta gjë. Nuk ka që ne me duar do të thërmojmë, kështu që... Anila të lutemi që ke më të thata duar të pastra që unë mos t'i jashu prap, është rigoni aty, rigon. Po, ja, me një herë. Edhe... Do t'ja hedhu? Jo, po. S'përkate e shumë e rigon. Shumë mirë. Faleminderit. Kaq? Po, është mjaftueshëm, se do ta bëjmë edhe në shtresën tjetër. Ndërkohë që do të vë, edhe dua dhe pak vaj ullirit, lutem, merr një lugë aty. Më falë. Jo, s'ka që. Mos ti, me që kam duart kështu unë tani, s'përkati dhe me pak vaj ulliri. Kjo është bukë e gjellë. Po, do me thënë, kur ne ham këtë bukën, po thoja, nuk kemi nevojë të shtojmë asgjë. Nuk shtojmë asnjë gjë tjetër. Tani, në për këto si janë këto vendet boshe, do të vendosim këto të tjerat. Mund të bëjnë akoma edhe më tepër, nëse duam të bëjmë akoma edhe më të plot. Ato do të gjatë pjekës. Do me thënë, kur të pishe do ngjajë shumë bukur, se do të bashkohen të gjitha me njëra tjetrën. Tani do hedhim prap ullinj. Ullinj, prap rigon, prap vaj ulliri. Po. Edhe djathë. Edhe djathë. Edhe bëhet, si tu është, bukë e gjellë bashkë. Shumë e shishme, do të më pëlqente shumë kjo, për mëngjezin e së dielës, apo edhe le tani ta bëj unë këtu se me që. Si dhe tu ashtë, këtu jamën. Në rregull këtu jedi. Edhe këtë djathin, ta thërmon, edhe Anila do hedhi vajin e ullirit. Hidhja pak vaj ullirit, se do t'i jep shije. Të pastroj duart. Pastrojmë duart, ndërkohë, si që thamë, për të përgatitur mbrumin e bukës, në këtë rast mund të zgjidhni ose mielin për çdo përdorim, ose mielin për pica, edhe ai mielli bio mund të përdorej. Po, patjetër. Të gjitha këto nga kompania Atlas, pra mielli Ola, është i preferuari ynë edhe juaj gjithashtu, por që me qënë se e nisëm me bukë dhe me atë rezultatin që ju do të shihni në fillim, e kisha të rëndësishme t'ju e thoja se çfarë duhet të përdorni që t'ju dalë ky rezultat i bukës, se për shijen pastaj nuk po e diskutojmë fare që do t'jetë vërtet nga ato bukët që nuk ka nevojë për asgjë shtesë, ka brenda djathin, ullin, rigon edhe vaj ulliri. Ndërkohë që, si që pat në ekran, keni edhe variantet të tjera të miellit Ola në gatimet të ndryshme, aty ku ju duhet mielli i misrit i bardhë apo i verdhë, nëse doni të përgatisni një kek të shpejt, keni paketimet me emrin Farinap, janë ku i kemi në ekran dhe janë shumë të bukura edhe ngjyrat, e sigurisht nuk mbetet më pas edhe mielli integral që konsiderohet gjithashtu edhe një ndër miellat më të shëndetshëm për tu përfshirë në dietat tona. Atëre Anila, duhet ja të regojmë dhe njëra në visave, do me thënë si është... Për para se ta mbulojmë? Ja, kjo është gjendja e bukëve, që i kemi me djathë me ullinj, me rigon, edhe me
vaj ulliri. Unë do të lëm për një 10 minuta, nuk ka nevoj për më tepër, të mburuar kështu në ambientin tonë këtu, dhe më mbrapa do të vendosim për të pjekur në furn, nuk do kohë zgjate, 30 minuta, 35 aq dhe kemi gati, nuk ka nevoj do me thëmë për të pjekur për më tepër. Për më shumë. Po, ne jemi gati të fillojmë recetën e radhës. Kënga, se kemi 2. Të fillonim këtë më mirë me... Fillojmë të me speca? Me specat. Fillojmë këtë me specat, që të kemi mundësi të marim edhe tavën. Bulmeti i jep shumë shije gatimeve, që është e vërteta. Ndoshta e keni vënë re që në shumë gatime që edhe i bëni në shtëpi, po edhe ne këtu në studio, qoftë edhe me pak copës dhe djathi të grira nga sipër, një tave, djathin ka qka valë të grirë, një pjate nëse jashtoni, djathin e barë salatrave që jep shumë shije, gjithashtu në shumë gatime receta na i ndryshon tërsisht ato, pa vënë në diskutim fare, thjesht një fet buk të lyer me gjalpe dhe me gjithë që sa shumë shijon, sigurisht nëse ne dim të zgjedhim edhe produktet e Bulmetit më të mirat që ndodhen në treg nën emrin e kompanisë Lufra. Ne të tilla konsumojmë këtu në Vila 24 dhe me këto produkte gatuajmë, ndaj ashtu sikurse edhe ju në shtëpi, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje, qumshi, kosi, kefiri që është një produkt i ri dhe tepër interesant dhe shumë i preferuar kohët e fundit, kundër të tjera jo vetëm që na zëvendëson ato lëngjet e përditshmërisë, por na ndihmon edhe për të pasuruar atë florën tonë bakteriale me probiotikët e nevojshëm që secili prej nesh i kanë të domosdoshëm. Ndaj ndër të tjera përveç se e shijojmë, përfitojmë edhe ato të mirat në organizmin tonë. Ndërkohë që Kati vazhdon dhe gatuan, nuk po marr përsëri kohë për t'ju përmendur gjithashtu të tjerë bashkëpunëtorë tanë të shumë të dashur në Vila 24, ata që na suportojnë me produktet e tyre, sigurisht që diferencë në treg me cilësi maksimale në të 4 stinët është Veza O-Vital. Veza është një ndër produktet më të domosdoshëm në dietën tonë të përditshme ushqimore, në të gjitha moshat, e rekomandohet të konsumohet në forma të ndryshme dhe jo vetëm që është tepër e shëndetshme dhe domosdoshmëri e 24 orësh tonë midis vakteve, por është dhe shumë e thjeshtë në përgatitje, që do të thotë mëngjeset janë ideale të nisin me një kokërve, sepse na kursejnë kohë dhe na japin të gjithë ato energjinë e nevojshme me të cilën duhet të furnizohemi për të vijuar më pas të gjitha angazhimet tona të ditës, që si pjesa më e madhe janë goxha të shpejta me një ritëm të ngarkuar. Sot Kati bukët na i mbushim me djathë dhe me ulli, unë vazhdoj të them që ato bukët edhe thjesht me një salcice do të shijonim po aq shumë, dhe pse jo me një salcice vudi të coptuar në kubik të vegjël, fëmijët do ta bënin akoma për fëmijët ta bënin akoma më të shijshme. Salcicet vudi janë salcicet e pulës, Sanila, por me ato salcicet që thua mund të zvendësonim, do me thënë të vendosim djathë dhe salcice. Djathë dhe salcice, po. Edhe i bënim si një picë në shije. Ashtu, do të ishte... Do t'i bëjmë një herë tjetër. Do t'i bëjmë një herë tjetër dhe do t'i mbushim me vudin, me djathë, që është dhe shumë i mirë në fakt, se ka dhe djathin brenda. Kemi nisur nga puna për recetën tjetër. Tham do përdorim domaten e freskët si një shtres, ja ku e kemi, në kubik, nuk e kemi përdorur në feta. Kemi shtuar gjethet e... Si të duan mund t'a bëjnë, edhe në kubik, edhe në feta. Si t'a kena ato dhe me të më të... Ti hedhe edhe pak. është nenegjik. Nenegjik. Majdanos. Majdanosin tani do t'a hedh edhe brenda tek ato. Erza të ndryshme. Anila, me që i ke duar të shumë, mund t'hedhesh dhe pak rigon. Rigonin do t'a mbaj me vete. E di pse se rigonin ti ke duar të fata. Dhe më ngjit. Kështu që po, është mjaftueshëm. Tani, këtë e kemi shtresën bas, të lutem Anil, edhe këtë piperin, do hedhëm pak këtu te kjo mbushja, edhe tjetrën hedhe kështu. Edhe pak piper, do me thënë të zi, edhe pak krip me që i ketë të thata duart, me unë t'i vazhdo. Dhe pastaj i klaj, thuaj. Ashtu. Piper të zi. Edhe unë po mere me këto që të eqa gjithë më të mirat të këtyre të nenegjikut. Mëse edhe për kripën? Po, edhe për krip. Ajo është baza, se do hedhim dhe vaj tani. është baza që do të shtrojmë si për specat. Shumë mirë. Speca do t'i lëm ashtu të plota? Do tregoj tani në moment me njëherë. Hedhim këtu brenda edhe këtu te kjo mbushje. Shtojmë to. Tani për punën e specave, ja e kemi bërë këtë prerje.
Ja, këtu jam. Me thënë, kam bajtur një. Që të tregojmë, ja si bëhet. E presim këtu, edhe pastaj, bëjmë edhe këtë prerje tjetër këtu. E hapim, e heqim këto pjesët e farave. I shplajmë në qezën, në këtë mënyrë, edhe e kemi gati. Tani, si pas dëshirës, këtu tek mbushja, ose edhe këtu, mund të shtoni edhe spec djegës. Do jetë pak këtu, dhe tjetërin do të lëshoj ashtu, do me thënë si që është pak do hedhim këtu tek mbushja, jep shumë shije, dhe na i bën shumë të shishme këtë mbushjen e specave. Edhe ta hedhim dhe këtë brënda, se nuk ndjerë, do me thënë, nuk djeg aq sa duhet, që të marim shije dhe të marim vlera ushqimore. Okej. Shojmë në ekran recetat, nuk i kemi lexuar ende për sot, janë 3 receta që do të gatuajmë, bukët i kemi përfunduar së përgatituri, këto janë të gjithë përbërësit që i duan kësaj recete, bukë të vogla të buta si pambuk me djathë e ullinj. 3 filxhan miell, 1 lugë majat të thatë, 1 lugë sheqer, 30 gram gjalp, 1 lugë krip, 1 filxhan ujë të ngrohtë, ullinj, djathë, vaj ulliri. Speca të furrës në salcë domatesh dhe miks djathrash 8 speca. 2 domate, 1 spec djegës, piper të kuq speci, 400 gram miks djathrash, nenexhik, kopër, majdanoz, vaj, krip, piper. Mëlçipule me spinaq, 1 kg mëlçipule, 500 gram spinaq, 2 lugë oriz, 3 qep të njoma, kopër majdanoz, krip piper të kuq speci, piper të zi dhe vaj. Recetën e tretë që sa po lexuam nuk e kemi nisur ende, e cila do të mbetet besoj për pjesën e dytë, që t'i japim kohën e duhur nga fillimi në fund dhe mos ju shkëpusim. Atëherë të dashur anvisa, këtu tek ky tasi kam hedhur fillimisht domate, kam hedhur gjethe nenexhiku, mund të shtoni majdanoz ose kopër nëse çfarë, do të thënë nga këto të treja, mund të shtoni dhe të treja. Kam hedhur edhe piper të kuq speci, do të shtojmë edhe pak piper të zi, 1 majës krip, jo më tepër, shumë hodha, vaj. Po, se kemi dhe djathin aty, djathin e bardhë. Edhe, tani këtu do shtoj, unë kam hapur gjizën, gjiza ju shkon shumë, do me thënë pjesën. Po, e vërtet. Edhe i bën shumë të mira, njomza. Edhe kam dhe këtë djathin kaçkavall, të cilin edhe këtë do të ashtoj ka një farë speci, po e marim. Do të ashtojmë të mbushja. Nëse ju ndodhet, mund të shtoni, nëse jo, nuk ka problem, mund të bëni vetëm me gjizë dhe me djath të bardhë. Por, nëse ju jepet, do me thënë, edhe keni marrë dhe ju ka ngelur pak, mund të përdoni, do me thënë. Tani këtë mbushjen e përzijem, dhe kemi gati për të mbushur specat. Hapjen e shumë e specave e thjeshtë treguam. për të përgatitur si recet, por ju garantoj që bëhen shumë të shishme, edhe për të situash si mesore që themi ne ndonjëherë, për të shoqëruar me ndonjë gotë verë apo ndonjë gotë raki tani në sezon të dimrit. Kështu që bëheni, mësojeni si recet, sepse vërtet del shumë e mirë dhe dalin speca shumë të shishme. Mund të përdorni këto specat e kuqe, por mund të përdorni edhe miks specash. Pra, duat që të zgjidhni specat që janë me tull. Kjo është e rëndësishme. I hapim tani edhe i mbushim mirë. Kjo të marim pak mbushje brenda, sepse kjo do t'i shijoj faktikisht. E vendosim tani mbi këtë bazë që kemi bërë me domatet. Tomaten mund t'a bëni të grirë në rende, mund t'a bëni kështu në copza kubiku si i kam vendosur unë. Edhe kjo nuk ka ndonjë gjë, sepse në furrë do kaloj, do të piqen, kështu që... Ajo një shtres tave do t'jetë, kështu që do të zbute, do të gatuhet, pavarësisht prerjes që i bëjmë, mund t'jetë në feta të holla, kështu që si ta keni ju për më lehtë. Si ta duan anvisat. Neve tregojmë mënyrën se si e përgatisim, si i mbushim, ka mënyra të ndryshme për përgatitjen e specave me gjizë, janë si thuash të preferuarat të vendit tonë, këto lloj fërgesa, apo si ta vendosim tani, ta vendosim këtu. Ja, ashtu, po. Edhe një këtu. Do vazhde një, po, fiksë është tava. Atë vendosim dhe këtë.
Tani është edhe ajo tjetra, po të shofim. Po na doli mbushja, ja gjejmë edhe asaj vëndi, se do të kur të gatuen, do fillojnë të mblidhen. Do mblidhen, do ja gjejmë vëndin, tamam si shtu Anila, që do ja gjejmë dhe kësaj vëndin, ja ta vëm të kështu, edhe ato do ta vëm këtu në mes. 2 ande, nga la do vëm 3. Ta vëm, mos ta qojmë. Të jenë më kështu. Kemi një qift dhe një familje. Me që dhe mbushja doli. Ja, kështu. Edhe kjo është në pak më e vogël. Ne bukën do t'a vendosim në furrë para se të shkëputemi? Në momentin do t'a shikojmë tani. Dhe shajmë, oke. Dhe nëse nuk do t'a vendosim para se të shkëputemi, do t'a vendosim kur të shkëputemi. Jo, të kemi mundësi të na piqet deri në orën 10, po do na piqet. Do piqet, do t'a vendosim. Ora është 9:22, do kemi më kohë. Do t'i vendosim tani neve sa të vendosim, speca të vendosim dhe atë. Tani, para se t'i vendosim në furrë, vaj pa tjetër, do doja të pjesa e këtyre, do me thënë, ta mbulonëm. Kjo është një sekret që unë kam mësuar nga ty, Kati, edhe në gatimin e patullxhanave apo të tavave të tjera me perime, që sipër i vendosim të ca fetëza domatesh, jo vetëm për të shtuar shien, por edhe i ndihmon që të mos digjen nga sipër. Pra është një lloj mburoje kështu e tavës, por dhe domatet e pjekura bëhen shumë shishme. Tani, këto, të bëhen të shishme, duan pak piper, edhe këto specat nga jashtë, që duan piperin. Duan, no? Po. E duan piperin, duan edhe pak kripën. Po. Edhe kur piqen këto domatet bëhen shumë të shishme. Tani vaj duan, sipër. Po merrem unë vaj. Për Kati Anila, unë pastroj duart, i heqim një pjesë të këtyre gjërave, që s'na duhen. Besoj, sa do kjo Kati, do 30 minuta? Një 30 minutë shpjekje do t'a doj? Po, pa tjetër. Pa tjetër, ndoshta edhe më shumë. Do t'i shikojmë, po besoj në fund të emisionit, do t'i kemi gati. Do t'i kemi gati. Tani, të dashura vista, si që shikoni, e kemi gati, faleminderit Anila. Të lutem. Si gjithmonë, i fshim tavat, nuk ka rëndësi, sigur dhe pak gjërat të jenë. I fshim dhe vendosim në furrë. Furra jonë duhet jetë ndezur më përpara në një temperaturë 200 gradë dhe do ta lëm 30 minuta, 35 do t'i shikoni vetë, do me thënë se sa do të fillojnë ato që t'i shikoni që të jenë pjekur. I vendosim në furrë. Ikem. Poshtë e kam ndezur. Furrën poshtë e kemi të ndezur, besoj do të ndezim, sepse kemi bukët për të pjekur. Ashtu, ja të shikojmë edhe bukët si janë bërë. Po, ande shikojmë. Po. Nga dorish këte. Ja, këtu që t'i shikojmë se si. Janë shumë mirë, janë fiks. Sa të më na ngrohet pak pjesa, do me thënë, e furrës, i kemi gati për t'i vendosur në furrë. Tani, a kemi kohë tjetër që mund të bëjmë dojnë diçka tjetër? Nuk mendoj, po do t'na njoftoj nëse kemi mundësi të nisim me diçka nga receta tjetër, por jo, nuk kemi mundësi. Por më mirë, sepse kemi ato 20 minutë edhe më shumë kur të kthehemi dhe kemi vetëm një recetë për t'i dedikuar. Të tjera thjesht do t'i kontrollojmë si janë me pjekjen. Atyre ne të dashura visa, sa të na ngrohet furra, do t'a vendosim bukën brenda për të pjekur, që kemi, do me thënë, atë mundësim për t'a treguar të përfunduar dhe të shikojmë se si do t'jenë bërë këto bukët, të cilat u bën me djath, me ullinj, por jo vetëm dhe një brumë shumë të mirë që bëjnë shumë të buta dhe të shkrifta bukët. Bëjmë pak pushim, këtu jemi, ju presim juve për sëri. Mirë se erdhët për sëri, rikthehemi, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 për të nisur tani recetën e fundit në përgatitje. E i gjithë vëmendja këtu. Edhe çfarë do të bëjmë, do me thënë, dhe është dhe si pjatë kryesore faktikisht, edhe mund ta kombinojmë me këto bukët që neve përgatitëm sot, por sigurisht edhe me një pjatë kos, pse jo është, si thua, një drek ideale. Që do të thotë, ne do të bëjmë
mërqi pule, të cilat do t'i bëjmë me spinaq. Është një kombinim mjaft i mirë dhe mënyra se si do të bëhet jashtëzakonisht të mira dhe nuk do t'jetë ato mërqi që ndonjëherë na vështirosen, sepse hapen brenda tek orizit e gjella, do me thënë lëshojnë atë lëngun, kafe dhe kështu, edhe ka shumë, do me thënë njerëz që nuk i pëlqen. Dhe unë do t'a sjell në një mënyrë që të jetë e kënaqshme për të gjithë. Që do të thotë, do të fillojmë fillimisht duke bërë kavërdisjen e qepëve të njoma. Dhe për pjesën e mërqive do t'i kaloj, do t'i kavërdis në një tigan tjetër, që ato të përthithin lëngjet, të piqen po. Do me thënë diferenca njësë që këtu. Po, në dy endë të që ndryshme nuk do të lëshoj atë lëngun brenda tek pjesa e gjellës. Kështu që hedhim fillimisht vaj këtu te pjesa, një sasi vaj këtu, do të kemi dhe vaj për të hedhur te pjesa tjetër, do të shtojmë këtu qepët e njoma. Edhe tjetra që është diferenca, është pasaj është ajo cipa dhe lëngu i limonit, ndoshta mund të përdorni edhe me lëng limoni dhe me lëng portokalli, o njërën o tjetërën, kemi thënë gjithmonë që spinaqi e ka të nevojshme, do me thënë, pjesën e limonit, për të përthithur hekurin që përmban, në rast të kundër nëse nuk e bëjmë, nuk kemi atë, si thuash, rezultatin e duhur, kështu që është mirë që të bëhet. Kjo t'i hedhim dhe pak vaj se kursiem fare. E pra. Mërqia nuk kanë shumë vaj. Edhe janë të shëndetshme, që është të vërteta. Janë shumë të shëndetshme. Dhe atë dojtë të thoshja të marrë shkas tani sa të na zbutet pak qepa. Mërqit i kemi paragjikuar faktikisht, mërqit e pulës, thonë që janë më të shëndetshme se sa mërqit e viçit. Kanë më tepër. Se dikur nuk preferoheshin nuk preferoheshin, i kishin lënë do me thënë kështu, hamës e mërqit pule. Dhe që është të vërteta janë dhe ekonomike. Duhet t'i mendojmë të gjitha gjërat dhe është një zgjidhje e mënyrë, përveç se mund t'i bëjmë do me thënë kështu si që janë, që t'i pudrosim me miell edhe t'i skuqim, ose t'i pjekim në furrë, por edhe në këtë mënyrë se si do t'i përgatisim sot, dalin shumë të mira edhe shumë të shijshme. Edhe madje është edhe me mërqi pule, është edhe ai axhem pilaf, do me thënë, duket se e kemi bërë sezonin e kaluar. Po pra, po, do me thënë, ai nuk e kishte zgjedhur kot këtë mënyrë gatimi, sepse ishte një gatim shumë i mirë dhe i shishëm. Dhe ka arsye pse janë zgjedhur. Nuk është thjesht, hajde se po e zgjedhim. Tani hedhe këto, një pjesë të erëzave unë tani, dhe do hedhe pjesën tjetër pastaj më mbrapa, kur do shtoj edhe atë, si thuash, spinakin. Hedhim këto erëzat. Ndërkohë, këtu shikoni të dashura misa, këtu kam hudhër. Mund të shtoni një thelpi hudhër kështu të freskës. Hudhër, piper të kuqe, miks erëzash edhe prap kam pakës krip. Nuk do të shtoj më krip, do më thëmë pak i kam nga të gjitha. Nga avujt këtu në kanë gjitur pak, po s'ka gjë, ne do t'i hedhim. Në rregull, i hodhëm dhe këto erëzat, që në fillim, dhe tani, tu do të shtoj edhe orizin. Shtojmë orizin, e kavërdisim pak, dhe do të shtojmë spinakin në mënyrë graduale. Me këtë masë orizi, po thuaj se nuk do të ketë fare nevoj për të shtuar lëngje. Mund të shtojmë shumë pak, do me thënë, si thuash në gjysën filxhani. Nuk ka nevoj që të shtohen tepër lëngjet, duhet që të më dalin kështu, do me thënë si një lloj risottoje mund ta them, nga mënyra e të përgatiturit. Bëhet, si thua, gatim shumë i shijshëm. Prandaj thash që mund ta shoqëroni shumë mirë me një tas kos. Do të ishte me një tas kos lufra. Ose merrni shishen më mirë se e keni për shumë pjesëtar pastaj edhe e ndani. Në ekran keni recetën, keni edhe tiganin ku po përgatitet qella, keni mua dhe Katerinën, dhe furrën mbrapa që janë 2 tava brenda, njëra është me speca të mbushur me djathë të bardhë, kaçkavall, me njomës, me erza, me domate, shumë të shijshme do të na dalin. Edhe bukët që mendoj se ka ardhur momenti ka ti hedhësh një sy, se ato sipërfaqen nga sipër kanë filluar ta marrin, por nuk e di nëse jemi okay me pjekjen. Duan edhe pak do t'i lëm të kullojnë tani Anila. Duan edhe pak për të kulluar. Kemi ulur temperaturën edhe pas pak do t'i nxjerrim. Edhe bukët janë të mbushura me djathë të bardhë, me ulli, me rigon, me vaj ulliri, pra janë ato bukët që i kanë shoqëruesit brenda dhe nuk ka nevojë të shtojmë asgjë tjetër kur i konsumojmë
Neve jemi në momentin që të shtojmë lëng limoni, pak lëng limoni tani në fillim dhe pak do të shtojmë në momentin e fundit. Pra e shtojmë në dy momente. E shtojmë tani, sepse duhet të dini janë visa, në momentin që shtojmë tani lëngun e limonit, nuk e lejon orizin, do me thënë që të qulloset, do me thënë të mashu. Dua që të mëruaj formën orizin në këtë lloj gatimi. Dhe pse ri Manila, duhet vendosim mërqit për të bërgati. Unë e pash që është ndezur soba, tigani do ngrohet me një herë. Ska gjë, e hedhi. Do marrë temperaturën edhe... Okej. Se thash, po vazhdojmë... Po pra, që ti kemi... Ti kemi një kohësisht, sepse ato pasi do të ka vërdisen dhe do të përfundojmë, do t'i hedhi. Po, mund ta marrësh, faleminderit Anila. Dhe unë këtu tani do shtoj spinakin në mënyrë graduale. Jo kam thënë gjithmonë dhe jo them edhe kësaj hajre që unë spinakin nuk e hedhë dhe ta mbuloj me kapak dhe arsyeja e vetme është sepse në momentin që e mbuloj me kapak oksidohet, do me thënë humbet edhe vlerat edhe nxihet spinaki. Unë spinakin e dua kështu të freskët siç e kam, të mbaj të ruaj këtë ngjyrën jeshile edhe gjatë përpunimit të nxehtë. Aq sa mundet, se sigurisht që do të ndryshoj ngjyrë, por jo të më nxihet. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe që e nxin është kapaku ai që bën atë gjë. I hedhim, nuk kemi ndonjë ngutë që ta hedhim kështu në mënyrë, domethënë graduale, edhe ta zbutim. Shtojmë një tjetër. Jo, të ullim pak temperaturën dhe tek spesa tani le të lutem. Po. Po, e kanë marrë dhe këto pjekin nga sipër. Sa ta qoj 100 apo është pak? Te 100 le të rrinë tani që ato të... Okej, më shumë të rrinë të ngrota, se për të gatuar janë s'ka nevoj. Vajtën goxha, vajtën rreth 30 minuta. Kështu që edhe njëra edhe tjetra janë bërë. I lëm tani që të ullet vëllimi. Pak që do na vonoj, do t'jetë pjesa e mërqive, se patëm atë... Jo, se gatuan shpejt, jasa të thithin këto lëngjet e veta. Mirë, janë delikate faktikisht edhe shumë shpejt pregatiten. Ajo që është e rëndësishme dhe tek mërqit do të hedhim që të aromatizojnë pak piper të kuqe dhe krip. Duhet, me thënë, që të hedhim, ta hedh me këtë lugën, mos të bëj duart. I jep shumë shije faktikisht. Edhe t'i hedhim edhe pak krip. Edhe piper të zi faktikisht. Ja se ka mund tani, do gjej, do sjellë unë piper të zi. Këto s'na duen më, do t'i marrë nga ana tjetër. Edhe duhet që të heqim që fundit fillon... Mëlqit, spinaqi në njërën anë, mëlqit në krahun tjetër, buka edhe specat në furr. Pak sa të na ullë vëllimi. është një gatim që bëhet shumë shpejt për 20 minuta, sepse aq do orizi që të bëhet gati. Ndërkohë që mbajmë pak ujë të nxehtë këtu thjesht që të hedhim pak ujë të nxehtë. Dhe sa të na ul vëllimin kjo Anila, unë them t'i nxjerrim ato spesa dhe t'i servirim. Se dhe koha na ikën, ndërkohë... Sepse s'do kemi kohë pastaj që t'i kemi të servirura. Buk me ulli, me djath, janë vendosur në tavë në një formë të këndshme, që nuk e dia do kemi mundësi t'i nxjerrim në fakt, se... Do t'i nxjerrim, t'i nxjerrim nga tava, që të shohim edhe ato shtresat, se është bërë me 2 shtresa. I kemi gatuar në pjesën e parë, që do të thotë, pak minuta më vonë, ju klikoni në YouTube, në Vila 24 ose News 24, dhe do të shikoni mënyrën se si është përgatitur buka. Unë po flisja kaq shumë për bukën dhe Kati na nxori specat. Po edhe specat i kemi bërë në pjesën e parë, kështu që të ke njëjta video në YouTube, do të shikoni edhe përgatitjen e këtyre specave që janë të mbushur. Që duke qenë se tava është e bardhë edhe e di që dhe Kati e kamera, këtë duket bukur dhe duhet i heqim nga aty, po janë shumë të nxehta. S'ka janë të nxehta. Do të shërbejmë tani në një pjatë që të duket edhe shtresa që ka në brëndësi, sepse ka një shtres me erza të freskëta, me domate. Të vëmë këtë. Ja, sa të krijosh pak. Apo këtë më mirë. Një vend që të marrësh edhe nga... Që të kenë edhe drejtim të kundërt.
Si duket? Besoj se goxha mirë janë. Shumë mirë janë. Nuk ka nevoj të vendosi më tjetër, ajo që dua unë të vendos. Është? Ndo një jeshile këshumë si për e di. I shkon një jeshilja. Aceto balsam, do me thënë, do t'i shkon të shumë. Uthulla aceto. Sepse janë dhe specat të kuq edhe... Po, me gjitha të unë, neve që jemi, do me thënë, tradita me vaj ulliri. Edhe jemi gjithmonë në regull. Edhe jemi në regull, neve. I kemi të garantuar ashije tona. Të lumë shënduar. Nuk e ngarkojmë atje, për është mjaftushëm. Dhe pjata e pare bërë shumë shpejt, që mund tjetë për një mesore tavoline, mund tjetë për darkë. Për faktin e darkës është në regull kjo, ka ishë mjafton. Pa tjetër. Nga një spes të mbushur, thjesht, me mix bulmeti, me gjiz, me djath, me djath kaçkaval, djath të bardh, çfarë ju mund të keni në shtëpinë, i kishim pak nga të gjitha, sepse kemi lufrën që na plotëson shijet e gatimeve tona çdo ditë, kështu që bëm një mix të tyre dhe mbushëm këto specat e kuq plot shije. Mëlçit kanë filluar të skuqen. Kanë filluar të skuqen, ja dhe këtu pak unë do të shtoj pak ujë, do me thënë pak lëngje, që të më zihet orizi përfundimisht. Dhe sa të na bëjnë dhe mëlçit gati, do të bëjmë bashkimin, do të hedhim edhe këtë majdanozin në fund fare. Dhe do nxjerrim dhe bukët. A të nxjerë bukët ka ti, apo jo? Po, do t'i nxjerrim. Mundesh t'i nxjerësh, Anila? Si të dëshirojsh ti? Unë... Ja urdo. Ka të pari. Nëse Po të shatë ty. Ja, këtu tani, neve e kemi gati këtë. Okej. Nuk i kemi shumë të forta tani dritat, po s'ka gjëma. Jemi në rregull. Të bëjmë edhe pjatën tjetër gati, mund të vendosh Anila këtu dhe unë të bëj edhe pjatën tjetër gati për spinaqin më vonë. Në gjenë aromën. Shumë mirë. Donë të me thënë të drejtën akoma që të bëhet. Nga brënda. Po. Do doj ko që të bëhet. Po të se, nga që është me disa... E gjitha të neve e këthejmë, nuk ka rëndësi. E qëmë prapë në furë, po. E këthejmë që të shikojmë se si do të ketë atë formën nga brënda, s'ka problem. Do të këthesh ti? S'ka problem. Nuk prishet se kanë gjitur me njëra tjetërën, po nëse dhe zona dali bukur, s'ka problem. Do të lëmë kështu të duket ka që bukur. Si thua di? Po si të duash, ma më pëlqen kështu e bukur, po ndërkohë ne kemi diku të 7 minuta e kota. Lëm dhe pak në furë? Ta lëm dhe pak në furë, pastaj mos ta nxjerrim, sepse është... Se është nxjerë shumë ajo. Falemderit. E lëm edhe pak. Ta lëm se nuk është bërë ashtu si që duhet. Të vi unë, apo e hap vetë? Merremi me këto në ndërko. Ashtu, ne bëjmë atë punën që duhet të bëjmë. Oke. Nëse kemi 7 minuta, do të tregojmë edhe mënyrën se si bëhet ajo. Ndërkohë këtu kam vendosur pjesën, kemi hedhur shtuar pak ujë, do me thënë lëngje, edhe është drejt zjerjes orizi. Në momentin që zjehet, a janë bërë ato, Anila? Edhe pak duan. Tani nuk e di nëse ti do një skuqe... Jo, dua që të pëthoj se të përfunduara, sepse atje do t'i lë thjeshtë që të lidhen me njëra tjetër. E duan edhe pak. Edhe... Ka pak. Këtu tani unë do t'i hedh pak sip portokalli dhe lëngun e portokallit. Okej. Edhe lëngu, no? Po, dhe i hedhe lëngë. Ato portokallet e freskëta janë shumë më të mira, do me thëmë, për të nxjerrur këtë sipën. Po edhe këto e bën atë punë e tyre. Ta heqim dhe të presim të hedhim edhe pak lëngë. Se e mirë pas ka qënë? Kështu brënda është e mirë. Janë të mira këto për lëngje. Ti e shtu tani,
sa të aromatizohet, edhe me këto lëngje që neve hodhëm këtu të kjo, do t'i hedhim tani, pasi jam përfunduar plotësisht, do t'a shtojmë tek pjesa e spinaqit, dhe do t'a kemi gati. T'a shojmë një herë si i përcisin dhe pak, dhe të aromatizohet. Edhe, doni tjetër? Doni të shtoni gjithë brënda të këto mëlqit? Po, mëlqit në gjithë, po. E bëjmë si një përges. Mund të shtoni gjithë, të shtoni pak specë djegës, edhe bëhet prap një lloj tjetër përgese. Doni të shtoni 2-3 kokra vezë brënda të raura. Sigurisht që mund të shtoni gjithë edhe 2-3 kokra vezë, edhe ta keni versi me mëlqime, vezë me gjithë për të kaluar vaktin e drekës, por unë e solla në këtë mënyrë që të jetë pak si më ndryshe, tjeta më drekë. Fëmijët e vegjël nuk është se janë shumë fans të këtyre lloj gatimeve, por të paktën është mirë të konsumojnë mëlçit. Po. Okej. Tani është momenti ta bashkojmë me tani do t'i hedhim kështu sipër. Tani duam bukën do ta nxjerrim. Duam do ta nxjerrim po? Vajti ora. Se për orën Anila jeti. Ajo që ngelet, tani në momentin e fundit, përsëri pakës, do me thënë kombinimi i portokallit dhe i lëngut të limonit, i japin një shije që nuk e di do me thënë se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet kjo lloj gjelle. Dhe plus pastaj edhe për vlerat ushqimore, është një gatim shumë i mirë për ata që kanë probleme me anemin, ata që kanë probleme me kolesterolin, ata që kanë probleme që të shqetësimeve të ndryshme diabetika apo ku diun. Kështu që është e mirë për të gjithë për t'i konsumuar. Tani ta hedhim edhe këtë gjellën këtu te kjo Anila, te pjata tjetër. Po. Edhe ta servirim edhe këtë, ndoshta do dhe kjo pak kohë që të qëndroj akoma, po s'ka problem. Ne do ta Nuk e kisha menduar që shkonte spinaqi me mëlçit e pulës. Po, shkon dhe shkon jashtëzakonisht, qëndron shumë mirë. Dhe tjetra nuk shalli ati, por tham edhe për vlerat ushqyese. Po. Një gatim i thjesht, ekonomik dhe shumë i shëndetshëm. Njaku është? Tu do t'i vëm lule. Lule... Po s'ka nevoj. Ka goxha jeshile aty, por... Tulime temperaturën. Për efekt ekrani, mund t'i vëm do një... T'i vëm një qik? Po, i vëm një qik, me që kemi edhe 1 minutë kohë, ajsa për t'a dekoruar edhe pjatën, edhe pse aroma që po lëshon tani, nuk ka... Për mua është okej, ja i piperi kuj që e bëri punën e vetë. E bëri punën e vetë, atë se më do. Aromën e ka shumë të mirë. Shiko, ajo që do t'i shkonte, me thënë të drejtën, që nëse duam të jemi pak si... Portokalli? Si shefa. Të bëjmë shtu nga këto, dekoret. Ti fusim zonjat kështu do me thënë që bëjnë. Kështu me dis, pa. Që të themi që kemi hedhur dhe portokalli, nuk është thjesht. Po, pra ajo feta e portokallit, si për të regojnë që ka cip edhe lëng portokalli edhe në Tani, nëse doni, do me thënë ta bëni akoma dhe më të shishme, me vaj ulliri në momentin e fundit, i shkonte perfekt. Edhe e keni, sepse hidheni, nëse do me thënë nuk e filloni gatimin tuaj me vaj ulliri, e filloni me një vaj të zakonshëm, sigurisht që në fund fare, një lug vaj ulliri do t'i shkonte shumë, do me thënë gjithë të gjellës, jo se të edhim nga një lug se cili prap, se kemi hedhur i ndyrë, kështu që nuk është e nevojshme. Një lug është mjaftueshëm për çdo person, kemi thënë. Kështu që duhet ta mbyllim. Kati ti themi mirupafshim, po duhet ta mbyllim, po.
Ti vëm në një tjetër gjethë si ajo. Filloj të vishkit nga temperatura, nga nxehtësia e specave. Unë të falenderoj shumë për gatimet që na solle sot, të lumshin duart dhe nesër të presim përsëri për të mbyllur javën së bashku me idetë tuaja që do të vinë për zonjat dhe zotrin që na ndjeken. Ditë mbar Kati. Faleminderit dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Merrni 200-300 gram makarona edhe mielin sigurisht që keni në shtëpi, një si thua bulmet, djathë, gjiza, ku di unë se që mund të keni juve në shtëpi, një mix bulmeti për të përgatitur një byrek me makarona. Gjënd tjetër, nuk e di se çfarë do të bëjmë. Për nesër po flasim. Bëjni gati këto dhe gatuajmë. Bëjni gati dhe gatuajmë bashkë. Makarona duan 5 minuta, do me thënë një paraziri. Hapni dhe petët që ti keni gati, një mix djathra që mund të keni në shtëpi, edhe bëjmë një byrek, edhe mos harroni dhe vezë. Ja këto, asnjë gjë tjetër. Këto nesër, në orën 9 do gatuajmë këtë recetë dhe jo vetëm këtë, por këto bëjni gati sepse janë produkte që i keni në shtëpi. Mirupafshim, kalofshi sa më bukur, ju dua shumë dhe asnjë gjë tjetër. Anila ka fjalën. Publicitet.